Pascal Milo. Thot i Milo mirë se erdhët në Gjiro me Syqin. Ti e di që në Gjiro me Syqin është nga nickname që kam pason Syqi. Mirë se edhe gjeta. Tirana mjifte me Syqi. Po, kjo është e njohur. Dhe madje edhe në kufin të proverbiales. Biles më shumë njifshin me Syqi se sa me Ilir. Po, e vërtet. Knajsi që ju kam studio, do desha ta filloj me skandalin Mogherini. A e bënd nevojshëm një kontroll më të fortë dhe të pavarur për institucionet europiane, ky skandal që ka ndodhur, sepse edhe në indicet që ka pas përpara dhe në shumë gjëra që kanë qenë përpara, por nuk kanë dalë deri këtu, shumë zyrtar të lartë Bashkimit Evropian kanë abuzuar me fondet e me taksat e vendeve që marrin gjoja për të ndërtuar Europën e Bashkuar. E di me black kartat e ju keni qenë diplomat i dini më mirë, domthon a është e nevojshme kjo për të marrë një mas kontrolli edhe për Bashkimin Evropian ku gjithë Europa dhe Europa lindore dhe më të shohin si model për të integruar, kur na del një korrupsion i tillë dhe kjo mund të jetë ndoshta maja e icebergut. Jo vetëm që është e domosdoshme, por është shumë e vonuar, sepse një institucion i tillë kaq i rëndësishëm që pretendon të vendos themelet e një Europe të bashkuar, që ka kaq shumë vite, të vijë dhe të bëhet për fat të keq një model i një abuzimi korruptiv në nivelet e tij më të larta është ulëritse. Është e papranueshme. Tregon që ka probleme kaq të mëdha vetë struktura e ndërtimit evropian, sa që udhëheqësit aktual europian, nëse janë në përgjegjësinë, nëse janë në nivelin e përgjegjësive që u dikton funksionet që kanë, duhet që të marrin masa urgjente dhe të rindërtojnë mekanizmin që për fat të keq funksionon për të tjerët, po jo për brenda Bashkimit Evropian. Mekanizmi i kontrollit dhe i ndëshkimit, që siç u pa në rastin më të fundit të zonjës Mogherini dhe të ekipit të saj, është prezent në strukturat më të larta të Bashkimit Evropian.